Përshëndetje Iva, përshëndetje miq. Jemi sot në rubrikën e gastronomisë në ambientin e Damir Catering dhe shefi që do të na gatuajë recetën e ditës është shef Amiri. Amir, mirë se të gjetëm. Mirë se na erdhët. Si je? Mirë, faleminderit. Je gati për të na përgatitur recetën e ditës së sotme? Patjetër që po. Dhe bëhet fjalë për çfarë recete? Ne jemi sot në bazën e detit që kam përzgjedhur një fileto peshku me krostat stikash, pishe, të shoqëruar me quinoa. Okej, në rregull. Atëherë si do jetë procedura punës? Me çfarë do fillojmë? Do fillojmë me filetimin e peshkut. Në rregull. Atëherë kemi peshk koc, vazhdojmë me filetimin. E ndërkohë në fakt duhet të përpara se të vazhdojmë me filetimin, pse mos të përmendim edhe ingredientet e tjerë, që ta kenë parasysh edhe ndjekësit. Stika pishe, quinoa, avokado, pomodorini, krip edhe rukula. Po, edhe limon. Limon të freskët. Atëherë mund vazhdojmë tani me filetimin e peshkut. Një proces që është i vështirë për t'u realizuar apo thjesht 2-3 herë praktikë dhe thjesht eksperiencë. Thjesht eksperiencë. Unë s'e kam bërë asnjëherë këtë si gjë vet. Sa bukur që doli. Peshku që zgjodhem ishte koc sepse kjo recetë shkon më mirë me të, apo mund të zgjidhë edhe një peshk tjetër? Mund të kombinohet edhe me peshk të tjerë, por duke marrë parasysh që fileto kocit ka pak më shumë yndyrë, më ndihmon pak tek lidhja me stikat e pishës. E kuptoj, pra e mira është një peshk me yndyrë, pak sa më të shtuar. Ishëndeç. Në rregull. Ndërkohë, ka shumë persona që këtë pjesën këtu për shembull përdorin për supë peshku. Nuk e çojnë brodo. Nuk e di se si, nëse bënet një gjë, po që vazhdojmë me filetimin e peshkut të kocit, një recetë shumë e shijshme besoj do të jetë kjo sot. Unë si gjithmonë jam e paduruar për ta provuar. Shiko shefi po e realizon në detaj, po heq në një hal të mbetur. Si quhet kjo gjëja, ky mjeti? Pickatore. Oh, seriozisht e njëjti emërtim është si në rregull. Interesante. Nuk kisha njohur me këtë si mjet kuzhine. Prandaj filetot e bëra nga shefat nuk kanë asnjë hal. Dhe do e provojmë këtë si recet pas një merak. Çdo proces sot do të realizohet nga fillimi, do të realizojmë bashkë me shefin. Shef, jemi drejt përfundimit të filetimit. Filetimin kemi mbaruar. Ka mbaruar procesi filetimit, në rregull, atëherë tani Kemi fazën e marinimit. Do marinohet me krip dhe piper, besoj. Vetëm piper është vetëm erës që i shtohet, apo jo? Po. Në rregull. E ndërkohë, miq, ju kujtoj që rubrika gastronomisë vjen çdo ditë në EATN dhe ju sillim receta të ndryshme. Sot jemi në ambientet e restorant Damir Catering, e restorante cateringut Damir Catering. Dhe shefi sapo shtoi edhe vaj ulliri. Ekstra virgjër. Ekstra të virgjër. Tani po bëhet kalimi i filetës peshkut në stika të grira. Të grira. Në fakt stikat ishin të grira që përpara, këtë si proces nuk realizuam tani për efekt kohe. Kjo si recetë është për një person, apo jo? Në rregull. Ka afërsisht një gramatur diku tek 350 gram të peshkut, që normalisht në momentin që filetohet shkon diku tek 130-140 gram. Në rregull, mjaftueshëm për një person. Tani pasi kemi ndosur në kap, do ta pjekim të? Po, do ta fuzim në furrë me 180 gradë. 180 gradë për sa minuta? Diku tek 15 minuta maksimumi. Pra, miq, pasi u bë marinimi plot vendosja e stikave, do ta vendosim në furrë me 180 gradë për 15 minuta. Ndërkohë që do të presim që filetoja e peshkut të gatuat, të piqet, do të realizojmë tani me zjerën e quinoas. Zjerën e quinoas, shtojmë ujë dhe
Pak a shumë 2 fishin e masës quinoas. 1 me 2 është pallafymer pot. Shtohet më pas quinoa. Dashtosh të gjithën apo? Jo, unë po bëj pjesë. një porcion. Shefi e dalloj me sy se sa duhet. Ne të tjerët po se matën. U shtua dhe kripa. Krip. Do të ketë ndonjë element peshku dhe quinoa, apo është vetëm Jo, është shoqëruese. shoqëruese, e kuptoj. Pra nuk është se kanë lidhje, thjesht janë shoqëruese. Sa minuta do të bëhet zjerja e quinoas? Rreth 8 deri në 10 minuta. 8 deri në 10 minuta. Quinoa për një person. Apo sallat edhe për 2 persona ndoshta. Jo, kjo është për shoqëruese pak a shumë Shoqëruese. që si kotur. Okej, do të jetë të pjesë të e njëjta pjatë. E kuptova, mendova që do ishin 2 pjata të ndryshme, në rregull. E ndërkohë bëjmë largimin e pjesëve të tjera të kocit, që t'i lëmë hapësirë vazhdimin të procesit të gatimit. Kemi akoma avokadon, pomodorit, limonin dhe rukola e kishim apo jo? Po, është më shumë për dekor, po që Të cilat do t'i përfshim në pjesën e recetës. Sa temperaturë është pak a shumë? Duhet jetë mesatare, lartë, zjerja e quinoas? në temperaturë të lartë. Të lartë. Pra për 8 deri në 10 minuta. Tani Ujti, domethënë ka një temperaturë që fillon vlimin në 100 gradë dhe sipër. 100 gradë. Pra duhet jetë ujë nxehtë. Po. Pra u shtua ujë nxehtë që të bëhet gatimi i durë. E ndërkohë miq, unë po marr këtë moment për të falenderuar shoqatën kombëtare të shefave shqiptar të kuzhinës, me në krye Asim Prengëzaj, i cili është një nga suportuesit më të ndenj të rubrikës së gastronomisë. Ndërkohë, shef, çfarë do të bëjmë tani? Do vazhdojmë me prerjen e avokados dhe pomodorinit Në rregull. marinimin e quinoas, sallatës. Po, sepse përgjithsisht shoqërohet me diçka quinoa. Vetëm kur jeni në dieta strikte mund ta konsumoni pa gjë. Pastaj përgjithsisht sugjerohet me avokado, por me elemente të tjera. Sot e kemi me avokado dhe pomodorini. Bëhet qërimi unë për shembull avokadon e heq me luk. Nuk e bëj me këtë procesin e thikës. Po që gjithsesi, ju shefat shumicën e këtyre gjërave i bëni me thikë. Se keni problem thikën, e të tjerët zgjedhim lukën. Mos do ndonjë përzierje kjo apo jo? Është në rregull. Përveç avokados dhe pomodorin, do t'i shtosh diçka tjetër quinoas apo jo? Jo. Po bëhet procesi zierjes, pastaj e kalojmë E kuptoj. të ftohtë dhe marinimin me perimet dhe me vaj, ulliri, krip, piper. Shef, ti çfarë recetash preferon të gatuash më së shumti? Recetat si të sotshme që janë të detit, me produkte deti, apo ato me mish, për shembull? Pasioni im për gatimin është produktet e detit. E kuptoj. Po kjo do të thotë që nuk Që jem të të tjerat, jo, nuk e kisha për atë, po të gjithë e kanë një specialitet, ose kanë një pjesë Ka më shumë dashuri tek po. produktet e detit. Pra sa herë që të vinë recetat për të gatuar recetat e detit. Ton pushimet verore. Okej. Dhe të vjen natyrshëm që ta bësh me pasion. Po vet ti preferon të konsumosh të detit gjithashtu? Apo për sa i përket? Më pëlqen të gatuaj më shumë ushqimet e detit dhe të konsumoj më shumë ushqimet e mishit. E kuptoj. Interesante kjo. Të japin më shumë hapësirë për të eksperimentuar ushqimet me bazë produktet e detit? Apo duhet më shumë profesionalizëm për të gatuar produktet e detit. Edhe për mua është më e thjeshtë të gatuar produktet e detit sa produktet e mishit. Interesante. Unë personalisht mishin më duket shumë i thjeshtë për të gatuar, po që ndoshta sepse kur nuk je i specializuar në një fushë, të duket sikur risku është më i madh nëse eksperimenton. Për shembull, produktet e detit duhet të kesh kujdes se ndonjëherë mund të bëhen helmuese, shumë më thjeshtë se sa mishi, qoftë ai i viçit, i pulës apo misha të tjerë. Atëherë besoj quinoa do dhe 5 minuta që të zihet apo jo. Është shumë pak.
Ndërkohë tjetër një sy peshkut interesante. Jemi ndërkohë duke pritur që kinoa të përfundoj. Tani nuk kuptova pse luka është kaq e madhe dhe ina gatimit është aq e vogël. Neve në biznesin ton gatuajmë për një masë shumë të madhe. Okej, dhe ishte rastësi që përdorëm të jenën kaq të vogël, se zakonisht përdorni jenë të nda. Okej. Po duhet mendoni edhe për rastet e tilla që gatuat për pak persona edhe Kemi kapacitet për të gatuar deri në 2500 veta në vakt. e kuptoj. Flasim për gjëra të mëdha. Është më e vështirë të gatuash për më shumë persona apo për receta sa më të vogla? Varet nga konsumatorit. Varet. Se mund të jetë edhe një person, por nuk mund ta kënaqësh si herë. Pra është të vështirë. Të ka qelluar të kesh të bësh me klient paksa të vështirë, që kanë preferenca edhe të listojnë një listë me kërkesat, të ka qelluar. Ja ke dalë mban mirë, e ke menaxhuar Deri diku po? deri diku. Duhet pyetur pala tjetër thuaj. Edhe pak edhe përfundon zjerja e kinoas, e përfshin shpesh në recetat e tua? Po. Se di që është një Një antioksidant shumë. Po. Edhe ka shumë vlera për shëndetin tonë. Edhe në kohët e fundit kam filluar ta përfshi shumë në dietën time, në regjimin tim ushqimor në fakt. E ndërkohë shef, Jemi gati. jemi Tash gati. do kalojmë në procesin e tofjes. Realizuar zjerja e kinoas. Ndërkohë, Duke do qenë se të neve realizojmë kujnoan e kemi jemi gati tani që ta vendosim në e marinojmë. Do e marinojmë. do e marinojmë. Okej, pastaj do. Do bëhet marinimi te kjo ena, në rregull. Do marinohet me avokado, pomodorini, kri piper besoj, apo i shtuam kri piper edhe Tek peshku po. A ishte te peshku, nuk ishte tek uji kinoas po. Po i shtuam edhe tek shef se do e bëjmë shumë të kripur. I shtuam më duket kur bëm zjerjen. Është bërë procesi i marinimit kri piper, pasi u shtua avokadoja dhe pomodorinit, dhe do të shtojmë pastaj vaj ullirit besoj? Apo nuk kanë? patjetër. Do jetë edhe vaj ullirit. Ekstra i virgjër, si thashë Amiri. Bëhet miksimin. Dhe sa shpejt është kjo receta e kinoas. Një sallatë shumë e shëndetshme, shumë e shpejtë, shumë e thjeshtë. Mjafton të keni produktet e duhura. Ndërkohë, të ndihmoj me diçka me enën që do ta vendosësh se Ndërkohë peshkun e kemi gati. Okej. Dhe neve na duhet ta nxjerrim nga furra. Sa i shishim që duket miq, nuk e keni iden. Sepse po dalem edhe pak më shumë, Po mund krijon të një jetë. otharje. Vërtet. Dhe kjo një kërë. Duhet kemi kujdes pra me procesin e pjekjes që mos ta thajmë. Aroma është shumë e mirë. Me të vërtet që të kujton pjesën e Plazh. pushimeve të verës, plazhit. Ndonë se jemi në një periudhë Tash i kemi procesin e pjatimit. vjeshtë. Tani çfarë? Si proces? E pjatimit. Okej, të pjatimi. Do të vendoset rukola, për më shumë theti për pjesë dekori. Por gjithsesi besoj nuk është problem nëse shoqërojnë me kinoa. Mund ta shoqërojnë po. Pjesë dekorit. Apo është vetëm pjesë dekori. Është pjesë dekorit. Në rregull, çe këto që është vetëm për dekor rukola. Ki marrë formë që të vendoset pjesa e kinoas, që ta bëjmë po sa më të bukur, estetike. Dhe në fund do të bëhet vendosja e filetës së kocit. Qofse ke nevojë për diçka, shef, jam këtu. Por se sot nuk ishe nevojë, po kam përshtypjen që herës tjetër kur të vi, do kërkosh më shumë asistencë. Është duke bërë një prerje shumë të hollë. Edhe kjo për dekor apo kjo është Do e përdorim për dekor, po prapë edhe që është në rregull. Këto ftikat, sa të mëdha. U vendos dhe avokado e sipër. Shef, ti je nga ta shefa që gatuan vetëm në kuzhinën e punës apo edhe kur je në shtëpi e për familjen gatuan? po kur duhet, patjetër që edhe në familjen time. Kur duhet, po ditë për ditë. Kemi ore. të ftuar. Kur keni të ftuar,
Kështu ditë për ditë s'bëhet fjalë. Kush gatuan ditë për ditë? Ato hani jashtë? Po përgjithsisht ne vim nga një familje që jemi të gjithë kuzhinierë. Okej, në rregull, interesante, sa mirë. Pra, kush gatuaj i pari, domethënë, varet kujt i vi dita. Tani po bëhet prerja e limonit. Vendosëm filetën e kolcit. Fileta në fakt u duk sikur u gatua shumë shpejt. Po. Rreth 10 minuta besoj në total ishte i gjithë procesi. Ta largojmë dhe këtë që ta sistemojmë pak vendin përpara se sa të bëjmë degustimin e pjatës. Jemi ndërkohë miq në pjesën e fundit të gastronomisë, është momenti që unë do bëj degustimin e recetës së ditës së sotme. Një recetë me bazë peshku, pra kishim kolc, me stika pishe edhe kinoa. Provojmë pak si ka dalë. Peshku, shumë i shishëm peshku, kinoa tjetë, stikat e pishës i jep ka një shije të veçantë shumë peshkut. Komplimente, shef Amir. Ndej shumë t'ju bëj mirë. Ne kalove provën sot në mënyrë perfekte. Ju falenderoj dhe juve me që na ndoqët për gjatë kësaj rubrike, linja kalon tani më për Ivo në studio.